Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqeto. Si që kemi thënë dhe më përpara që unë jam dropullite, që do të thotë nën shtetase shqiptare dhe kombësi greke. Dhe kush nuk e di se ku është dropulli, janë fshatra që janë ndërmjet Gjirokastrës dhe Sarandës. Do me thënë neve gjithë jetën dhe në kohën e komunizmit kemi qenë minoriteti grek. Do me thënë kështu ka qenë emri ynë ta thuash. Natyrisht që kemi shkuar në shkolla shqipe, flasim shqip dhe gjitha të tjerat, dhe natyrisht jemi patriotë edhe për Shqipërinë, sepse këtu jemi lindur dhe jemi rritur. Tashti me këtë djalin simpatik që është këtu, që bën një emision shumë të mirë, dua ta falenderoj, dhe natyrisht të gjithë emisionin që quhet Shqeto, dhe prandaj jemi këtu dhe unë jam një nga njerëzit që i them të tëra gjërat Shqeto, do me thënë urime për këtë dhe dua që të vazhdoni do me thënë një gjë të tillë, si djalë i ri që je dhe unë jam nëna jote, po t'jap një këshill. Shumë faleminderit, ne jemi presim gjithmonë këshillat, siç e patë edhe ju te kafja, unë dhe kafen e pi Shqeto dhe kështu jam në jetën e përditshme Shqeto, nuk di të bëj finde. Tash unë bëj një çik ndryshim, se ndoshta nga mosha. Unë jam Shqeto, por kafen e pi me pak sheqer. Ka lezet, të lezeton e sheqeri ty, sepse edhe për shkak të moshës, edhe për shkak të karrierës që ke, viteve, të kushteve të gjitha. Dhe shumë nga arsye të tjera. Tash mos të themi që dua të bëjmë edhe një çik e ëmbël, se nuk jam e ëmbël, jam Shqeto, po s'ka gale, tash kush na pëlqej mirë, kush nuk ta pëlqej, se kemi problem. Sado Shqeto ti je ti, prapë ëmbëlsinë tënde tregon. Mundohem. Faleminderit. Atëherë sot siç kemi folur një çik më përpara, është për sa i përket një eksperiencë personale time dhe të familjes time. Kjo fotografi që shikoni këtu është fotografia e vëllait tim të madh që quhej Hristo. Vëllai im i madh ishte djali i parë i familjes, në moshën 18 vjeç, që shkojnë në ushtri. Po të mbushet 18 vjeç? Ushtri. Në ushtri. Ose zbor. Ishte domosdoshme. Kishte ajo të mirat e veta, po mos flasim për ato tash. Se burrat i bënte djemt, i bënte më burra. Kështu që ishte e mirë. Se s'ka burra sot. Ka, dhe burra cak. Megjithatë, atë mund të bëjmë një emision tjetër. Flasim. Po ne gashëm për të folur, çdo gjë që flet, kjo është. Shikoj, mua më pëlqen që të ndaj eksperjenca. Edhe ato që flas nuk janë gjëra që kanë ndodhur vetëm tek unë, janë gjëra që përgjithësi, edhe arsyeja që unë i them këto është sepse unë dua njerëzimin dhe dua që të ndaj çdo gjë me ta, që kjo eksperiencia ime t'i bëhet mësim atij tjetrit dhe që në mos arrin në gabimet që kam bërë unë ose ato që kam kaluar unë, ti dëgjoj nga unë dhe të mos ti parandaloj dhe ta ketë jetën më të qetë dhe më të lirë. Një intervistë edhe për këtë pjesë. Ka burra apo burra? Kështu do jetë tema. Burra me një r apo burra me dy r? E do ashtu? Po. Në rregull, se ta dush ti. Nëse bashkëbisedojmë me Helenin, gjithmonë nxjerrim tema, do kemi tema pafund. Të pafundra. Dhe do ta vazhdojmë këtë edhe kur të ikim në Greqi dhe kur të vete në Amerikë, me gjëra të ndryshme nga bota, sepse çdo është e mirë që shumë njerëz që janë të zotë ta bëjnë një gjë të tillë dhe nuk e kanë problem që edhe turp që të ndajnë këto eksperjenca ta bëjnë, sepse unë mësoj nga ty, ti mëson nga unë, nuk ka rëndësi se sa vjeç je. Atëherë, vëllai im Hristo mbaroi ushtrinë, e ka bërë në Tropoj. Dhe natyrisht edhe atje edhe atë e thrisnin greku. Pra vlen të theksoj që ju e keni përjetuar. Po, personalisht. Këtë nickname që ju ka vendosur, ju e mirëprisnit, e prisnit me entuziazëm, apo ju sigur ju e ndjej si të fyer, si më thënë, ose si të nënshtruar. Shiko, siç e kemi thënë që çdo monedhë ka dy anë, unë gjithmonë shikoj dhe të mirën dhe të keqen. Sepse nuk dua të jem as negative pas shumë pozitive. E vërteta është e vërtet, Shqeto ashtu siç është. Që do të thotë, kur më thonin mua Lena greke, më vinte nga një anë mirë që e pranonin njerëzit që ajo ishte origjina ime. Unë s'kam se të kem tur për të. S'kam faj unë që u linda greke, ose ai që u lind amerikan, ose ai që u lind spanjoll. Nga ana tjetër, nuk më vinte mirë kur e dëgjoja, sepse shikoja që më bënin një, si ta them unë në shqip, një ndryshim nga të tjerët. Do me thënë që unë sikur nuk... Po, ndjesha, po, patjetër. Ndjesh, do me thënë, një racizëm. Ndjeje racizëm. Edhe ajo nuk ishte që një njeri të ketë dy kombe, bile është
gjë e mirë, është një avantazh që mund të ketë një njeri, por në kohën e ignorancës njerëzit e kujtonin sikur ishte një gjë e keqe kur flisje 2 gjuhë ose flisje 3 gjuhë. Kurse tani din një ciao edhe bye bye, edhe kujtojnë se flasin anglisht ose flasin në italisht. E kupton? Aty është ndryshimi. Tashi, siç e thashë, domethënë ishte ushtar vëlla im, edhe në ditën e fundit që do lirohej, që flasim mbas 2 vjetëve, kur nëna e tia dhe gjithë familja neve po e pristim që të vinte të liroj nga ushtria, ai na erdhi neve në arkivol, 21 vjeç. Dhe në kohën e Enverit, arkivolet për njerëzit e rinj ishin të kuq. Njerëzit që janë të moshës time dhe të epokës time duhet t'i mbajnë mend këto hollësira. Ishte një ditë shiu. Dhe një natë përpara vinin shokët e Taqit, që i thoshim neve Taqin në emër të shkurtër, edhe i binin penxhere se ishim në katën e parë, edhe i thoshin mamas time, mama, nëna, erdi Taqi. Dhe mamaja ime, aty ku ishte një aneks, më ngrihet qimja, domethënë rrinqetet gjithë trupi, lante enë dhe kish një parandjenjë shumë të keqe. Edhe fliste me veten e saj dhe thoshte, po sikur të më vi Taqi mua në kuti, si do ta qaj unë? E thoshte nëna? Po. Parandjenja e nënës, prandaj mos nënvlerësoni ndjenjat e një nëne, kushdo që t'jetë ajo. Nuk qante se mama ime ishte bricjape, ishte fort. Ishte shumë grua që nuk e derte lotin kaq kollaj. Qante për brënda dhe thoshte, ua, sikur të më vi mua Taqi në kuti, si do ta qaj unë? Sepse imagjinon që brezat e vjetër e din këtë, që nga anët tona, si Lebrit, nga jugu, domethënë gjithë Shqipëria, të vdekurin larg qofte qanin me miroloj që thonë, domethënë me këngë, si i thonë këta. Bile në Labëri kam dëgjuar që kanë pasur edhe gra të veçanta që dinin të bënin një gjë të tillë, të ligjëronin, domethënë në kokën e të vdekurit. Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqeto. Pra po thonim që me që se kishim shkputje të shkurtër, do të mbajt vetja më të mira me një portokall, me një gjë kështu. Vitamin C. Është e mirë për të gjitha. Po thonim që gratë në kohën e komunizmit, ose në kohën e Enverit, le të themi, mos ta përmendim me komunizmin, se komunizmi sikur sjell terrë. Dinin që të ligjëronin të vdekurit. Qa është kjo, si ligjëronin? I vajtonin? I vajtonin. Ajo është fjala korrekte. E vajtonin të vdekurin, larg qoftë. Duke ditur natyrisht se kush ishte, i dinin disa të dhëna të tyre dhe kështu, dhe i qanin me fjalë. Me fjalë dhe melodi. Për mua është hera e parë që unë kam dëgjuar këtë vajtim nga nëna ime, unë atëherë isha 11 vjeç.